një kombëtare me aq tyje sa ka brenda. Pas këtyre rezultateve, a mund të themi që Kosova pak a shumë është në avantazh në këtë aspekt, në aspektin organizativ, ndaj Shqipërisë, por gjithsesi edhe me performancën e futbollistëve në fushë? Po. Jo, ka një gjë tjetër. Do them një gjë shumë të rëndësishme, sepse ne nuk mund ta ndajmë Kosovën nga politika mbar shqiptare. Është tashmë me këtë që ka bërë, është diplomati më i mirë i shqiptarisë. I ka thënë, unë besoj që do të ketë njohje Kosova, më shumë tashmë, na tregoj që jemi një kombë integruar, europian, i denjë në të gjitha fushat për të bërë. Natyrisht na bën të harrojmë shumë në një gjë të vogël aty brenda për të ecur përpara. Kosova na ka bërë krenar më shumë se duhet. Thoni zemra e Shqipërisë, thoni çfarë doni. Shqipëria është një, ne jemi aty dhe shqyr që zemra e Shqipërisë sipas edhe Arlindit është me të vërtetë, sot është qendra dhe zemra e Shqipërisë. Arlindi tha më herët që i presim shqiptarët nga Shqipëria të vinë në Vadel Vokrit të martë. Keni arsye për me festu edhe tutja, apo me pas shpresa, për një përfaqësim shqiptarëve në kup të botës? Unë thash, ishte ilaçi që na shëroi dhimbjen tonë, ishte ilaçi që na u gjend në kohën e dur kjo fitore e Kosovës. Natyrisht unë jam për herë në shprehjen time shqiptaria është kudo njësoj, por Kosova e meriton të mbështetet shumë nga ne, nga shqiptarët, nga këdo, sepse ndonjëherë u kemi marrë dhe ca lojtarë të mirë më shumë këtej, por shqyro zot që jeni talentuar, popull që prodhoni shqiptarët e Kosovës, futbollista, profesionalizëm dhe natyrisht do ju shpërblet. Ishte nevojë populli i Kosovës për një kualifikim të tillë për gjithçka që ka vuajtur nga shovinizmi, tërbimi serb. Erblina, kemi pa që gjithandej nëpër botë jemi bë lajm, dhe jo vetëm në Kosovë, dhe kjo është sigurisht një avantazh shumë i madh për Republikën e Kosovës promovohet. Po realisht, kjo është një avantazh shumë i madh, edhe do thotë kombëtarja jonë ka arrit më herët do thotë është në një farë forme sikur e kanë nënvlerësu ashtu, edhe tash besoj që po e shohin forcën e vërtetë të kombëtares tona dhe kanë filluar në një farë forme me pas edhe frikë. I pash edhe disa deklarata më herët të lojtarëve të Turqisë, në këtë rast sikur janë shprehë sikur e kanë marrë shumë të mirëqenë. Ndërka që tash po fillojnë me ndru qëndrimin, edhe kjo është shumë e mirë për neve. A kanë arsye që të friksohen turqit? Shumë arsye. Unë menoj që Kosovës tash do të mja vendos emrin vrasësit e gjigantëve. Me kalu nga Balkan, qështë ka pas emrin? Brazili Balkanit? Po, fiks, na kur jemi pranu, kemi thonë gjithmonë vetës Brazili i Balkanit, po tash me të vërtet i na vrasës gjigantësh se kemi mposht kombëtarët mëdha. Slovakia përkundër që nuk ka qenë formë të mirë kohëve të fundit, për shkak edhe të lojtarëve që ka pas edhe formës që e kanë kalu, po gjithsesi Slovakia, Suedia, Slovenia janë emrat mëdhenj të futbollit evropian, që Kosova, një vend kaq i vogël, po me zemër shumë të madhe ka arritë për me imposhtë, edhe mirë tha Erblina që Kosova është nënvlerësu, sidomos nga Turqia, ku po i shoh edhe në rrjetet sociale, sidomos komentet e tifozëve turq që po e llogarisin si ecje në obor ndeshën kundër Kosovës, duke ditë edhe një histori që kemi pas kundër Turqisë shumë herët në eliminatorët e kaluara ku jemi mposhtur thellë nga Turqia, po ajo kohë ka qenë shumë përpara dhe lojtarët kanë qenë komplet tjetër. Kosova tash është me një stad komplet tjetër, me një mentalitet fitues, falë edhe frankofodës i cili ka arrit me instalu këtë mentalitet gjerman, po thëmë brenda kombëtarës Kosovë, ku asnjëri lojtar dje e pa minutat e para pranum gol që është shumë vështirë, pastaj me u kthy në lojë, pranum gol në fund të pjesës parë që është prap shumë vështirë mentalisht, psikikisht me hyrë në lojë në pjesën e dytë, erdhi goli me njerë në minutën e parë të pjesës dytë, pastaj Kosova arriti me menaxhu edhe kur ishim 3-2, Slovakia që pati jo dominimin, po synoj për me barazu rezultatin, erdhë goli 4 të Kosova. Po, erdhë goli 4, kjo të regon një pjekunit të jashtëzakonshme të Kosovës në ndeshje të tilla, se është një ndeshje merre ose leje, 90 minuta, eventualisht 120 minuta, po që ti duhesh me fitu për me vazhdu me ndrua dhe Kosova e boni një gjë të tillë. Motive dhe koordinimi kanë qenë perfekt.
edhe besoj që shtu e kanë siguru fitore në Kosovë. Ose misha me po komplet se... E shërë Bili ja bësha ati lejtarit danez, ja bësha Vedat Morici, të e kësyrë Morici në këtë anën këneja, për kuptën? Unë e ase gabim. Nja dy herë. Nuk e di ato, kush e ka shikuat në falë, po kush e ka shikuat në ndeshje. Une, po e di edhe po menoj që regjia atje me kësyrë ajo më tu një transmitim ajo. Vesh me bo një test. Kisha qef nështë ta pak se dojt i kom Macedonit Veriut, menoj që aty, kisha qef nështë ta pak edhe Macedonia shkak dojve. Po, shqiptar, po, kanë qenë djekat e lejtar shqiptar formacion. Është shumë interesant sepse duhet pjasë me kolegën lidhe direkte që kemi mbushur shumë kombëtare me futbolist. E kam fjallën jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, por shqiptarët e Shqipërisë dhe vendeve të tjera. Arben. Edhe votën të Bako i Kosovës për Shqipëri. Nuk për dëgjoj, Arben, nuk di nëse arritet më dëgjosh? Po dëgjojmë në Gonxha. Po të dy, dua të dy të involvoni. Hoxha shënojmë brëm për Shqipërinë, edhe kombëtarës Maqedonisë Veriut, shqiptarët i kanë dhënë shumë përfaqësues, e dim çfarë nivele luan Enes Bardhi ose Ezxhan Ali e shumë të tjerë. Mbrëm ishte në bank gjithashtu edhe futbollistit që luan tek kombëtarja shqiptare me prejardhe nga Maqedonia, s'po më kujtohet tani për tani emri i tij, lojtar me shumë perspektivë. Pra, futbollistët shqiptar e kanë pushtu aktualisht tregun Evropë dhe janë në rritje sipër, duke u falendëruar performancës në klubet për nga vim, por sidomos në kombëtare, sepse një ndeshje kombëtare do të thotë vetë dhe sidomos duke qenë protagonist do të thotë vetë fishje asaj çfarë e bën në një klub. Ose e kundërta, e shohim Pisnik Aslanin vetëm për 2 vite sa i shtu vlera, ose Albian Hajdarit, ose Leon Abdullahut, në nivelin ku luajnë dhe sidomos këto 5-6 performancat e fundit me ekipin tonë përfaqësues. Jordan? Prandaj I kemi furnizuar shumë kombëtare me lojtarë që janë me prejardhje shqiptare. Unë mendoj që u shpëtoj pak aty në studio që ne kemi qenë shtylla kurrizore e suksesit të Zvicrës. Ju, kosovarët e shqiptarët e Kosovës, Xhaka e kompania atje dhe Xhaka vazhdon të jetë kapiten. Dhe të jesh kapiten i Zvicrës në nivele shumë të larta do të thotë që Kosova ka dhënë shumë. Dhe Shqipëria natyrisht ka dhënë më shumë se shumë, por mos harrojmë që unë e thash dhe në fillim, jeni një trev